Surprizë s'kan të ndalur për Lunushen tonet e vogël, sa me fat mami dhe babi gjithmonë i bejnë dhurata Lunushit, i bejnë kukulla lodra të ndryshme që ajo i do edhe luan me to, por ditën e sotme kjo dhurat është super speciale për të dhe domosdoshme, sepse nuk është një lodër që mund të zbavitet, por disa aksesor që janë të domosdoshëm në përditshmëri për të qenë sa më e pastër dhe ti ket ushqimet gati edhe të rinj të fresketa ose të ngrohta. Kjo gjë varet nga stina, bëhet fjale për 3 produkte të cilët janë të ndryshëm nga njëri tjetri, por të domosdoshëm. Si fillim janë gushoret pa të cilat nuk mund të ushqehet sepse fëmijët janë të pakujdesshëm dhe i bejnë me njolla rrobat. Së dyti një termos për ujin që ka 2 posione. Nëse mami Kiara e do me ujë të ngrohtë ose me ujë të freskët, ky termos e mban gjendjen e ujit për 12 ore. Dhe së treti është tam për ushqimi, ku e mban ushqimin të pastër dhe pa depërtuar ajri i frigoriferit ose ajri i ambientit. Kjo gjë është e domosdoshme për Lunën dhe për çdo nene që ka fëmijë të vegjël. Me këto aksesor që janë produkte shumë cilësor, Kiara do të bëj të mundur që Lunushi të mbaj dhe higjen gjatë derdhjes së ushqimit, kjo fale gushoreve, por njëkohësisht dhe ushqimi ose uji do të mbetet cilësor. Ne këto temperadita për familjen ka qenë shumë e bukur, ku ata kanë vizituar vende dhe njëkohësisht kanë bërë dhe shopping e vizita nëpër vende të ndryshme. Ndërsa Kiara ja bleu këto produkte Lunushit, ajo ju sugjeroi një ide se çfarë dhurate mund t'i bëni bebit tuaj ose çfarë ju duhet për bebushin tuaj. E po t'i gëzoj Lunushi, jo u befte një gocë e mirë që t'i krenoj prindrit dhe të na gëzoj të gjithëve. Ju urojmë shikim të këndshëm. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi